Benita dhe lëndrimi përballen në një debat të hapur që ka mbetur pezull për disa kohë. Tensioni ndërmjet tyre është i ndjerë nga të gjithë banorët dhe momenti duket se ka arritur kulmin. Benita qëndron përballë lëndrimit me një qëndrim të vendosur dhe fytyrën e mbushur me emocione të forta. Ajo nis fjalën me zë të prerë, duke i thënë se nuk ka nevojë të llogarisë apo të interpretojë gjërat për të, sepse ajo është e qartë për ndjenjat e saj. Benita shpreh se ajo e do Claudin dhe se nuk ka asnjë lojë të fshehtë apo interesa të tjera. Fjalët e saj dalin të forta dhe të vendosura, duke treguar vendosmërinë për të qëndruar e sinqertë në ndjenjat e saj. Lëndrimi përpiqet të ndërhyjë, por Benita nuk e lejon. Ajo i thotë se nuk do të tolerojë dyshime apo akuzime të panevojshme dhe se është lodhur nga pasiguria e tij. Ajo thekson se ndjenja e saj për Claudin është reale dhe e pastër, dhe se nuk ka as pak ndërmend të luajë me askënd brenda shtëpisë. Debati vazhdon me tone të forta, por të kontrolluara. Benita i thot lëndrimit se xhelozia e tij po e bën situatën më të vështirë, duke krijuar tension të panevojshëm mes tyre. Ajo shpreh se ndihet sikur çdo veprim i saj po analizohet dhe po keq interpretohet, gjë që e lodh dhe e acaroj shumë. Lëndrimi përpiqet të justifikohet, duke thënë se thjesht nuk mund ta ndalojë ndjenjën e xhelozisë. Por Benita nuk bindet dhe i thotë se kjo nuk është arsye për të vënë në dyshim ndjenjat e saj të sinqerta. Ajo i kërkon të pranojë realitetin dhe të mos krijojë konflikte ku nuk ka nevojë. Në çdo sekond të debatit, kamera kap çdo detaj, shikimin e vendosur të Benitës, mënyrën si i dridhet zëri nga emocioni dhe mënyrën si lëndrimi përpiqet të mbrojë veten. Banorët e tjerë ndjekin debatin në heshtje, disa duke u ndjerë të shqetësuar nga intensiteti i situatës, të tjerët duke kuptuar se ky moment tregon ndjenjat e vërteta dhe tensionin mes dy personazheve. Benita vazhdon të flasë, duke theksuar se nuk do të pranojë të manipulohet nga xheloz. Ja e askujt dhe se ajo është e vendosur të qëndrojë e sinqertë për Claudin. Ajo përsërit disa herë se nuk do të bëjë lojra me ndjenja dhe se nuk do të lejojë askënd të e gënjej apo të krijojë keqkuptime. Debati zgjat dhe emocionet e Benitës bëhen edhe më të dukshme. Ajo tregon se është e lodhur nga situatat e pasigurta, nga dyshimet e panevojshme dhe nga tensionet që krijohen pa arsye. Lotët e lehtë fillojnë të shfaqen, por zëri i saj mbetet i fortë dhe i qartë. Në minutat e fundit, Benita përmbyll qëndrimin e saj me një ton të prerë, duke i thënë lëndrimit se nuk do të ndryshojë mendje dhe se ndjenjat e saj për Claudin janë të sinqerta dhe të patundshme. Ajo largohet ngadalë, duke lënë pas një atmosferë të tensionuar, por edhe të qartë për të gjithë banorët që dëgjuan fjalët e saj. Ky moment i gjatë dhe i ngarkuar me emocione zgjat më shumë se 5 minuta video, duke treguar qartë vendosmërinë, sinqeritetin dhe emocionet e Benitës dhe tensionin që xhelozia e lëndrimit ka krijuar mes